mirë se vini. Sot do të zhytemi direkt në një rast studimor tepër interesant. Pikërisht nga zemra e Tiranës. Do të shohim se si funksionon marketingu modern në një fushë betejë e vërtet, siç është kompleksi Taiwan, ku konkurenca është derë. Dhe kjo na sill menjëherë te pyetja thjelbësore, te misteri e kësaj historie, si ka mundësi që 3 biznese që në letër duken si konkurrent të pastër, jo vetëm mbijetojnë, por lulëzojnë në të njëjtin vend, fjalë për fjalë në të njëjtët metra katror. Ky është paradoksi që do të zbërthejmë sot. Atëherë, le të prezantojmë lojtarët kryesor në këtë skenë. Kemi bar kafe Le Cafe, kemi fast foodin Sevens dhe restorantin Casa della Pasta. 3 emra, 3 oferta të ndryshme, të gjithë nën të njëjtën çati. Tani, ja si do ta zgjidhim këtë enigmë, hap pas hapi. Do fillojmë me paradoksin. Do zbulojmë Chelsea strategjik që quhet STP, pastaj do kalojmë te segmentimi, targetimi, pozicionimi dhe në fund do shohim se gjithçka lidhet në një ekosistem perfekt. Pra, le të hyjmë te kapitulli i parë, paradoksi. Thelbi është ky. Edhe pse fizikisht ndajnë të njëjtën adresë, këto biznese në fakt operojnë në universe krejtësisht të ndryshme në mendjen e klientit, dhe pikërisht këtu, në këtë diferencë, fshihet i gjithë sekreti i suksesit të tyre. Atëherë, mirë, por si ja dalin, cili është çelësi magjik? Përgjigjja është një nga modelet më të fuqishme në marketingun strategjik. Ka një emër, STP. Mbajeni mend këto 3 shkronja, sepse ato janë formula për të kuptuar gjithçka. Dhe gjëra më e rëndësishme për të kuptuar është kjo. STP nuk janë 3 gjëra të veçanta, mendojeni si një efekt domino. Segmentimi, targetimi dhe pozicionimi janë një proces zinxhir. Njëri hap pason tjetrin dhe pa të parin nuk mund të bësh të dytin. Së bashku, ato përcaktojnë ADN-n e një biznesi. Le të fillojmë me të parin, segmentimi. Çfarë do të thotë kjo? E them thjesht, është aftësia për të parë me kujdes një turm të madhe njerëzish dhe për të dalluar grupe më të vogla brenda saj. Në vend që të shohësh një masë pa formë, ti fillon të identifikosh fise të ndryshme, secili me dëshirat dhe nevojat e veta. Kjo tabel këtu e tregon në mënyrë fantastike, është sikur secili biznes vendos syze të ndryshme. Le Cafe e shikon kë? Profesionistët në moshë të pjekur, në mëngjes që duan qetësi. Sevens? Ata shohin një botë krejt tjetër, të rinj, urban, natëm vonë, që kërkojnë energji dhe shoqëri. Dhe Casa della Pasta, ata shohin kërkuesit e eksperiencave për dreke dark, ata që vlerësojnë autenticitetin. Pra, apo i flasin të njëjtit person? Absolutisht jo. Mirë, i pam grupet, tani vjen hapi tjetër, ndoshta më i vështiri, por edhe më thelbësori. Targetimi. Kjo është pika ku një biznes merr një vendim të prerë. Nuk mund t'i kënaqësh dot të gjithë. Targetimi është zgjedhja e guximshme për t'i thënë po një grupi specifik dhe përpasoj t'u thuash jo të gjithë të tjerëve. Le ta marrim Le Cafe si shembull. Misioni i tyre është i qartë si kristali. Ata thonë, fokusi ynë është klienti që kërkon një fillim i ditës të qetë dhe cilësor. Kjo do thotë që ata nuk e çajnë fare kokën të bëhen një vend i zhurmshëm për të rinjt. Dhe pikërisht ky vendim i bën kaq të fortë në atë që ofrojnë. Tani, kthejmë pllakën në 180 gradë me Sevens. Ata bëjnë eksaktësisht të kundërtën. Ata targetojnë rinin që kërkon adrenalinë sociale bashkë me ushqimin e natës. A do të ishte ky vend ideal për një darkë të qetë familjare? Sigurisht që jo. Dhe kjo është gjëja më e mirë për ta. Duke përjashtuar një grup, ata bëjnë zgjedhja e padiskutueshme për grupin e tyre. Ndërsa Casa della Pasta luan në një fushë tjetër. Ata zgjedhin klientin që e vlerëson një eksperiencë të mirëfillt, autentike dhe është gati të paguaj për të, në vend që të zgjedh diçka më të lirë apo më të shpejt. Arma e tyre nuk është çmimi, është autenticiteti. Pasi kemi zgjedhur se cilit fis do t'i flasim, vjen hapi final i procesit. Pozicionimi. Kjo është betejë për një copës hapësire në mendjen e klientit. Çfarë ideje të vetme, të qartë dhe të fuqishme do të zotërosh aty brenda? Ky është arti i të qenit i paharrueshëm për diçka specifike. Për Le Cafe, ideja është elegante dhe e thjeshtë, një fillim i qetë dhe cilësor i ditës. Kaq. Çdo gjë që ata bëjnë, nga muzika e lehtë te shërbimi i kujdesshëm, e përforcon pa pushim këtë ide të vetme. Nga ana tjetër, Sevens. Ideja e tyre është e fortë, emocionale, energjia e eksperiencës së natës.
Këtu nuk bëhet fjalë vetëm për ushqim. Ata nuk shesin thjesht një sanduiç, ata shesin një pjesë të vibe-it, të ritmit dhe argëtimit të natës. Dhe së fundi, Casa della Pasta pozicionohet si një destinacion. Kur mendon për ta, çfarë të vjen në mendje? Një eksperiencë autentike italiane, nuk është thjesht një vend ku ha, por një vend ku shkon për një aratisje të vogël kulinare. Dhe kështu, arrim në përfundim. Kur i bashkojmë të gjitha këto pika, zbulojmë diçka vërtet të mahnitshme. Këto biznese nuk po luftojnë në të njëjtën arenë. Ata kanë krijuar, pa e ditur ndoshta, një sistem që plotson njëri tjetrin. Dhe ky grafik e tregon në mënyrë perfekte. Imagjinoni ditën e një klienti. E nis me një kafe cilësore Telekafe. Për drek, kërkon një vakt autentik tek Casa della Pasta. Dhe natën vonë, pas argëtimit, ndalon për Energy të Sevens. Të treja në të njëjtin vend, por asnjëherë nuk ja vjedhin klientin njëri tjetrit. Kanë krijuar një ekosistem konsumi. Pra cili është mësimi i madh këtu? Diferencimi strategjik, dhe kë nuk është thjesht një term akademik, është çështje mbijetese në tregun e sotëm, është aftësia për të kuptuar thellësisht klientët, për të zgjedhur me guxim se kë do shërbesh dhe për të ndërtuar një identitet të qartë. Suksesi i tyre nuk është fat, është strategji e kulluar. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të gjithë. Nëse një biznes do të ishte në një kompleks të mbushur, në një treg plot zhurmë, cila është ajo ideja e vetme, ajo fjala e vetme që do donte ta zotronte në mendjen e klientit të tij? Përgjigjja kësaj pyetjeje është gjithçka.